Studentët shqiptarë sot mbajtën protestën e dytë në Shkup, duke ritheksuar kërkesën që provimi i jurisprudencës të jepet edhe në gjuhën shqipe. Në mbështetje të tyre ju bashkuan edhe studentë nga Shqipëria dhe Kosova, të cilët marshuan së bashku nga ura e Gurit deri te Ministria e Drejtësisë. Gjatë protestës, pjesëmarrësit brohoritën dhe mbajtën parulla në mbrojtje të përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe, duke kërkuar respektimin e të drejtave gjuhësore dhe mundësi të barabarta për të gjithë studentët. Dashur prindër, vëllezër e motra, student, koleg, nga Qashka e Orit shqiptar, nga Kërshova e Likova legjendare, nga Kumanova e Trimave, çdo ku ka rezet arsimit, nga fushë lulevore, ku këndojnë këngë të naimit, që nga Struga e Netetov. Ku valon gjaku i shqiptarit, ku në rrit nëna me halle, gryk tradikës gostivarit, ku redrinin dibërt madhe. Dhe nga gjithë shqiptarit e bashkuar sot në Shkupin ton të madh dhe krenar. Se bashku, shqiptar, bitë Shqiponjës, në një kaos të bandar, dhe këtë shesh i themi botës, rëtësisht jemi grenar. Dëgjoni ju që sot jeni bërë bashkë me ne, dëgjoni ju që gjua shqipe ju pengon, nga kabinete qeveritare deri në përditshmëri. Ne nuk jemi në tokë të huaj, ne jemi në tokën tonë. Në tokën që kemi amanet pristërgjishme, dhe që ne do alëm së një për me tonë. Gjua shqipe ka rënjë, ka lindur bashkë me jetën në këtë troje. Nuk ju kërkojnë privilegje, sepse privilegje nuk kemi pasur kur. Kërkojnë barazi. Sot jemi përsëri këtu, jo sepse kemi dëshirë të protestojmë, por sepse ende nuk kemi një përgjigje. Pas protestës së parë pritëm reflektim, pritëm dialog, pritëm përgjegjësi institucionale, pritëm harmonizimin e ligjit për gjuhët me ligj për jurisprudencën, por ajo që morëm ishte heshtje, vonesë dhe përpjekje për të radikalizuar kërkesën tonë. Sot nuk jemi mbledhur këtu për të ankuar, e as për të kërkuar mëshirë. Jemi këtu për të rikujtuar se të drejtat që fitojnë me mund nuk falen, as nuk harrohen. Me këtë zët studentëve nuk ndjej zhurmë, por ndjej ndërgjegjen e një populli që refuzon të nënshtrohet. Andaj, sot jemi para jush me mesazh të qartë. U rikthyem këtu për t'ju thënë, gati jemi, gati kemi lidhur, gati për të kërkuar të drejtat tona, dhe gjithmonë gati për t'i jetuar ato. Viva Florencio! Viva Florencio!